Dayot Upamecano mund të bëhet më i paguari i Bayern Munich. Fal një ofertë rekord. Kontrata aktuale e mbrojtësit francez skadon në vitin 2026, por drejtuesit e klubit po përgatitin një ofertë e re për ta mbajtur atë deri në vitin 2031. Oferta e re 5 vjeçare parashikon një pagë vjetore prej rreth 20 milion eurosh, duke e vendosur Upamecano ndër më të paguarit e skuadrës. Shuma totale e paketës mund të arrijë 100 milion euro, ndërsa bisedimet për një bonus nënshkrimi prej 17 deri në 20 milion eurosh vijojnë pozitivisht. Në drejtimin e trajnerit belg, kompani, Upamecano ka treguar një rritje të dukshme në performancën e tij, duke u bërë një lider i padiskutueshëm i mbrojtjes. Klubi gjerman është i vendosur të mbajë yllin francez dhe ta bëjë pjesë të rëndësishme të projektit afatgjat. A do t'i rezistoj Upamecano ofertave nga Real Madridi dhe Paris Saint-Germain apo do të nënshkruajë rinovimin me Bayern? Na tregoni në hapësirën për komente.